Opinioni publik është në panik për shkak të lajmeve se mishi importuar kryesisht nga Brazili është i kalbur dhe i rrezikshëm. Siguria ushqimore është prekur e kjo ka sjellë dhe reagim të qytetarëve, të cilët shprehen të pasigurt për atë çka konsumojnë. Ushqime të skaduara, që ndrojnë etiketat e skadencës, ushqime me vitamina të tepërta, e çdo ditë larg bios, apo tregtime në kushte jo higjienike, janë disa nga faktorët që tregojnë se konsumatorët nuk janë të sigurt. E problem mbetet konsumi i mishit, veçanërisht i mishit të derrit e pulës, pas alarmit të dhënë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Nga 1 deri 10, 0. Kaq sigurt jemi. Konsumojmë po nga e keqjas. Nga e keqja. Çfarë mishi? Po qëngji, derri, pas një gjë nuk shikon një vull të një veteriner, nuk shikon një kontroll të AKU-s, kush mund t'i ketë tonë se dim kush e ka. Me frikë të madhe. Kemi hallin tonë, kemi hallin e fëmijëve. Shikojmë që po shëndoshen, po marrë një zhvillim të papar, e se kemi pas në konton. Fëmijë 10 vjeç ka vajt 50 kg. Po bio themi ne, po bio se tu vinë pesticide, vinë nga dogana nga vinë. Ai fut shteti. Futet njëra, futet tjetra. Ne i përdorim e detyruar se i zë sëmundja. Bimë, atëherë shteti na thotë, ore kush blen dhe kush nuk blen. Pse futen nëse nuk vlen? Bio themur atje në fshat, se u banojnë fshat. Po kush bio, kur unë përdoj gjithë ato pesticide, se ka sëmundje, ka infekcione, nuk merr prodhim pa i desinfektuar. Atëherë kjo s'quhet më bio. Unë burëm kot që jam në fshat e hap bio. Qa bio? Për vete nuk e di se nuk ndodhem këtu, jetoj jashtë shtetit, dhe nuk di që si është siguria ushqimore. U marr mish pule, nuk s'marr mish tjetër. Është i mirë. Atëherë ju thoni që jeni të sigurt? Për aq jam i sigurt, për atë që marr unë jam i sigurt. Siguri absolute nuk ka asnjëherë, po dhe kontrollës kam parë ndonjëherë të bëjnë. Atëherë po produktet e mishit, ka pas një alarm nga vendet e rajonit? Kam dëgjuar, po nuk e di sa e vërtetë është. Çfarë mishi blini? Po çati gjejmë tani si pas kushe mundësi dhe xhepit. Po ta shikojmë si dhe mund marrim të skaduara. Qytetarët kërkojnë marrje masash sa i përket sigurisë ushqimore, kontrollet në për çdo pikë tregtimi, jo vetëm për pikat e mishit, por edhe në markete e pikat e tjera shitjesh, e që do të sillte përmirësim të situatës së ushqimeve, sigurisht, siguri e mbrojtje edhe për konsumatorët.